Njëkohësisht në raportin e kontrollit të lartë të shtetit vëren edhe fenomene të tilla që akoma ka subjekte privat të cilët janë debitorë ndaj sigurimeve shoqërore, pra nuk kanë paguar sigurimet shoqërore. Me keqja është që në këtë listë janë edhe subjektet shtetëror të papaguar sigurimet shoqërore, siç ka Drejtoritë Arsimore të Fierit, të Lushit, të Tiranës pjesa më e madhe, Instituti i Ndërtimit, nuk ka borderop 2012 që është alarmante. Çfarë ka ndër nga 2012? Mirë, ato të tjera ja hedhim neve fajin sistemit para analizës e treshit. Po tash çfarë bën? Dhe këtu për të përligjur të gjendje që është gjendje shumë e keqe, është gjendje e cila rrezikon pensionet e të gjithë qytetarëve. Pra me keqja nuk pas ka ardhur akoma. Po patjetër, kjo po vjen, unë po paralajmëroj një ciklon që do të vijë në sigurimet shoqërore. Një gjë që nuk e kanë parë akoma këta, siç thot ai Edi Rama, nuk ka parë akoma, do ta shikojnë më keq se sa sot. Dhe për këtë ka një përgjegjësi ndaj atyre që janë marrë me menaxhimin e skemës sigurimeve shoqërore. Cilët janë ata? Në vitet 2012 ka qenë një projekt i Bankës Botërore, e cila është financuar edhe nga buxheti i shtetit, për të hedhur në databazë të gjitha kontributet e qytetarëve nga 1/94 deri në 31 i 2011, që s'është hedhur kjo. Dhe kjo është pjesa më e zeze e dokumentave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Dhe di çu bën me këtë? U përvetësuan fondet e hedhura nga Banka Botërore dhe nga qeveria e shtetit shqiptar dhe nuk u bë asnjë punë. Njerëzit vënë në përdyert e gjykatave sot. Në përdyert e gjykatave janë shtuar, nuk janë paksuar si rezultati daljes ligjit 7/2025, sepse me atë ligj këta nuk bën asgjë tjetër veç si thua mbajtën me shpresa qytetarin i cili kishte dëshirë të mos shkonte në gjykata, por që në një fushat elektorale u përfshin të gjithë aktorët politik, po sidomos kjo parti që është sot në pushtet. Të gjithë qytetarët i shpjen në gjyq, sepse nuk mund t'i thuash tjetrit që ka punuar që nga mosha 14 vjet, edhe ti thuash që në moshën 18 vjet do t'i njoh. Ato më përpara jo, kur ai realisht ka punuar dhe gjykata thjesht do të merret me qytetarët për të konfirmuar pikërisht atë që ka ndodhur para 35 vjetëve. Atëherë çfarë bën me këta? Thjesht gënjyen qytetarët dhe i tham do t'ju japim të gjithëve nga një palë këpucë, dhe realisht u ka dhënë vetëm nga një këpucë, domethënë gjysmën e asaj, nuk shërben për asgjë. Sa është numri, sa të mos gaboj, 1 milion e atyre që rrezikojnë, 1 milion atyre që rrezikojnë mos marrin pension? 1.467.000 listë pagesa. Lexoni raportin e kontrollit të lartë të shtetit tetor 2025. Kjo është nxjerr nga raporti kjo që them. Unë thjesht i përmend, nuk jam nga ato që unë të themi i ka marrë ato të dhënat dhe i përpunoj sipas mendjes time, po unë thjesht i sjell si argument. Ç'do të bëhet me këto? O Edi Rama, shumë po i drejtojmë. Me këtë merru, e bën dot ose bën dot. Kjo bëhet, ti s'do ta bësh. Ose ke edhe njerëz rreth e rrotull që s'din t'i bëjnë këto dhe jo vetëm kaq, po i mban me shpresë qytetarëve. Qytetarët duan një plan emergjent, këta që janë sot në skemë pensioni. Plani emergjent, ju këtë do vendosit pikën e parë tek plani emergjent, nëse do ta kishin dorë. Si? Sepse në planin emergjent, sido që të jetë buxheti i shtetit, i cili është i mjaftueshëm, ai duhet të nxjerrë minimumin etik, të ketë një mbrojtje sociale a qytetarit. 200 janë, 200, të paktën 200.
Po sa t'jetë minimumi, të caktojmë teknikët të i statit, bi bazën e atyre. Po e fakt, ju keni të drejtë se kjo 200 që ka një 10-15 vite që diskutohet, kështu që ajo është rritur me inflacion. Ajo është rritur, po paralelisht me këtë duhet të them që në vendet e zhvilluara pensioni është më shumë se 60-70% e pagës minimale në shkallë vendi. Ne sa e kemi? Ne pagën minimale e kemi 500 në shkallë vendi sot. Po të ardhurat, ose atë që i kthehet mbrapsht qytetari që ka dhënë kontribute, e kemi rreth 36%. Pra e kemi shumë të ulët. Normalisht, qeveria duhet për të përcaktuar pensionin minimal, duhet marrë për bazë pagën minimale në shkallë vende dhe kjo nuk duhet të jetë më pak se 50%. Pra minimum jetik sot, nëse do t'i shpallen në bazë të çmimeve të tregut, për të shpallur minimum jetik duhet të nxirrte minimumin duhet të ishte 250.000 lekë minimum jetik, po edhe më lart po tashu, se 50% e pagës po themi ne, po ky është niveli minimal që mund të ketë një shtet tjetër. Ndërkohë, shiko sa qesharak është, sot çmimet kanë kërcyer si rezultat jo i faktorëve të tij, se ka faktore edhe të jashtëm. Janë faktorët e krizës botërore që është për karburantet. Tani, çdo vend ka marrë masa mbrojtëse për të ndihmuar këto shtresa që preken nga çfarë ka bërë? Qeveria tha që vetëm lufta ka ndikuar në Shqipëri tek çmimet, vetëm tek perimet. Tek pjesa tjetër sa s'ka ndikuar. Është zinxhir. Bile unë po jap një sinjal që ta kuptoj ky që s'do ta kuptoj, sepse nuk e njeh fare as se si funksionon pushteti, po s'njeh as realitetin shqiptar. Pra, pyetja direkt për këtë do t'ishte, si do bëhet me këta fermerë që do ta punojnë tokën, do ta diskojnë, do ta mbjellnin. Të gjithë punimet do t'i bëjnë me çmimet larta të karburantit, apo jo? Kështu i tha, do ta hiqë edhe aksizën se i vjedhin. E hoqe. E hoqe, pra i ka lënë pa mbrojtje, ai në vend që ti mbështeste me skema, ai hoqe dhe atë që i jepte, ndoshta edhe në mënyrë pa drejt në një shpërdorim që mund të kishte. Por shpërdorimin ai ta shikojnë administrata e vetë, se hyja jep. Nëse e merr një qytetar, atij nevojitet dhe ai mbi bazën e letrave që bën e merr atë që i takon. Nëse si takon edhe ja ka dhënë me pa drejt në një punonjës si administratë, të merret me të, jo me fshatarin. Po mos dihet një njome për thatin. Po ka të keq edhe këtë, sepse fshatari nëse s'do ta punojë dot për shkak të rritjes çmimeve, ai do ta lërë djerë atë tokën. Dhe edhe sikur të kujtohet në një periudhë të mëvonshme Edi Rama dhe të thotë të themi në maj që do t'ja u jap atë karburantin. Po to ka edhe gruri, edhe misri. Nuk mbidhen në qershor gruri, edhe korret. Mbidhet në maj, duhet ta di ajo. Ai e di vetëm këtë që bukën thotë e marr në furun, atje në dyqanin e bukës. Nuk e di ajo si del buka. Po kështu si dalin perimet, si dalin frutat. Çdo gjë është e shtrentuar si rezultat i masave agresive që ka kryeministri, ka një alergji ndaj fshatarëve në këto, dhe merr këto pikrisht bën veprimet të tilla që mua më duket sikur nuk është normal këto kohët e fundit, edhe kështu, unë nuk e njoh nga afër, po këto që shikoj veprimet të çakorduara atij, të pamenduara në ide dhe në veprime. Ai shpesh herë thotë që neve do ta bëjmë. Po çfarë petë? Ti në mendje ke akoma, ku do ta bësh më? Koha u mbet kot në 4 mënyra, duke mos bërë asgjë si ky. Duke mos e bërë në kohën e duhur, duke mos e bërë ashtu siç duhet, edhe duke mos e bërë ashtu siç duhet. Këto të gjitha ndikojnë në atë që quhet sikur s'ke bërë asgjë. Pra të 4 format dhe mënyrat se si u mbet koha kot përfshihen te ky personazh. Po ai e ka lënë që deri në 2030-ën
A është kjo rritja që do bëhet çdo vit, do 2 fishohet, do 3 fishohet, do 4 fishohet? Jo, ajo s'mund të bëhet fare, do shikoni që do ketë çuditëra në Shqipëri. Dhe për fat të keq, unë po them, lumë kushtëro ta shoh zonjë, thoshte një nga ata të parë tanë, njerëz të ndritur të shkencës edhe kështu, sepse nuk duket asnjë diell në horizont. Ka vetëm errësirë, bubullima dhe çakordime të njeriu të papërgjegjshëm, po them këtu. Nuk e di se si qytetarët që i kanë rolin e atyre që i japin këshilla, këshilltarët, që heshtin dhe nuk e kundërshtojnë, sepse ai vetëm kryeministës është. Ai është një njeri që merr rrogën e kryeministit, po nuk është kryeministi, nuk drejton vendin, e ka lënë timonin që kërkovi vetë ka, apo jo. Dhe i ka shkar ajo timoni dhe ka ikur në drejtim të paditur. Ai nuk e di as vetë ku është. Si thua, ka hyrë në një krizë me të gjithë skandalet që ka rreth rrotut të gjitha niveleve për të mbrojtur veten e tij, kam parasysh. Në dinin time, ai ka larguar edhe familjen nga Shqipëria bashkë me atë. Pse? Pikërisht me këto budalleqe që bën do t'i vi radha dhe atij t'ja llogari. Sigurisht. Ai me dëshirë nuk do se ka filluar edhe me këto ndryshimin e ligjeve për të patur një mbrojtje në pozicionin e punës tij, që mos merret njeri me të, po sigurisht çdo diktator në botë ka patur fundin e tij më të keq. Edhe ky do të ketë një fund shumë të keq, kur do ta ketë kjo varet nga shoqëria shqiptare, se sa do të jetë kundër këtija, për atë mos e lërë të vazhdojë me, sepse nëse do të vazhdojë akoma, pensionistët sot janë 730.000, do vinë të rinj, do ikin të vjetit, se bëhet seleksionimi natyral, por duke ikur edhe rinia këtu, që është akoma në largim e sipër, këtu do mbetet, ky po e pregatit, është antikombëtar, po e pregatit Shqipërinë të boshatisit për të futur këtu njerëz që ka rënë në ujdi nga kombet e ndryshme, të cilët po blenë. Shtëpitë janë gati ata për të ashtu, për t'i blerë ato dhe për të krijuar një shtet të ri pa shqiptar, ose tjetë në mënyrë simbolike kur të na vi koha neve si shqiptarë, të dëgjojmë në një njeri që flet gjuhën shqipe, do t'jetë katastrofike kjo për këtë vend. Zotë Hoxha, për ta mbyllur, ju nuk shihni shpresë dhe lajme të mira. Jo, unë them vetëm kaq. Ai në mënyrë natyrale të lajmërojë një takim që do ta bëjë në një vend dhe të marrin pjesë kush të dojë atje. Të marrin pjesë ata që marrin nga 100 euro, që ne të marrin ata nga pjesë në takime kështu njerëz me met duke vënë shiritin në gojë që të mos flasin, që marrin pension nga 600-700 bile kishte atje në atë takimin që bëri Edi Rama me 1.300.000 që marrin, merr pjesë, pra ish drejtorët e përgjithshëm, ish kryetarët e degave ushtarake, këta që kanë bërë krime, ashtu ju jep edhe pensionet, për t'i patur si pararojë në veprimet e tij kriminale. Normalisht ata nuk do ngrihen, thonë që po le ta bëj takimin por të vënë ata që kanë nga 100 euro, më të flasin. Ata që marrin 150. Të vënë, të bëj takime, jo në divjak me strukturat e PS-saj, po të marrë me vërtet me qytetarë, të shikoj interesat, jo partit. Të shikoj si një socialist, si një demokrat, tjetë e lirë dhe të flasë kush dojtë, do shikosh që do ketë çuditëra.